Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. Muaji i Ramazanit është muaj i veçantë nga shumë aspekte. Ajo çka e bën Ramazanin muajin në të cilin gjendemi të veçantë, të dalluar nga të gjitha muajt tjerë, është Kur'ani. Ky mysafir i madh i Ramazanit, i cili ka ardhur, ka filluar të zbritet në këtë muaj, ku Zoti në Kur'an tha: "Inna anzalnahu fi lejletil qadr." Pra unë e zbrita atë në natën e Kadrit. E kur të hulumtonim, kur të bëjmë studim rreth kësaj çështje, na del se Allahu në një ajet tjetër na thot: "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran." Që do thot, muaji i Ramazanit është ai muaj në të cilin ka filluar të zbret Kur'ani. Pra, madhështinë e Ramazanit i jep vetë Kur'ani. Dhe ky Kur'an që duhet të jetë për ne udhërrëfyes, ciceron në këtë dynja, ky Kur'an i njëjtë për ne është nur, është dritë në ahiret. Dhe Kur'ani duhet të mësohet, të lexohet, por edhe të praktikohet, nga se Ramazani është ai muaj që ka filluar të zbret Kur'ani dhe për ne sot duhet të jetë muaj në të cilin e mësojmë Kur'anin, ne u mësojmë gjeneratave të tjera, sepse ne duhet të bëhemi sebeb, duhet të bëhemi shkaktar që Kur'ani të jetë një udhërrëfyes për të gjitha gjeneratat, jo vetëm për personalitetin, individualitetin ton, por edhe të tjerëve. Pra të bëhemi sebeb që ne të e mësojmë atë dhe të mësojmë të tjerëve, ashtu që shta pejgamberi a.s. "Khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Ai më i miri prej juve, më i dobishmi për shoqërinë nga ju, është ai i cili e mëson Kur'anin, por nuk tha ai i cili e mëson Kur'anin vetëm vetë, por tha edhe ai i cili ja mëson të tjerëve. Të bëhemi sebeb, të bëhemi shkaktar që Ramazani i këtij viti, ky Ramazan i 2023-s, të na gjej duke e mësuar Kur'anin, më pas duke e lexuar atë, e krejt në fund duke e praktikuar atë. Leximi i Kur'anit, mësimi i tij, përmendet në shumë vende prej haditheve të pejgamberit a.s. Njëri prej tyre është edhe ai që thot pejgamberi Muhamedi a.s. nuk ka asnjë shtëpi e Zotit, prej shtëpive të tij, pra për xhamit është fjala, që nuk mblidhen njerëz të cilët e lexojnë Kur'anin, e përmendin Zotin, e që Allahu xhalla shanuhu mos me dërgu qetësi shpirtërore mbi ata njerëz, mos me dërgu mëshirë e rahmet. Gjithashtu, mos me e kalu nga banorët e qiellit, nga melaqet e arshit, pa u përmend emrat e atyre personave që sillen në xhami, duke mësu e duke e lexuar Kur'anin. Pra në traditën tonë kemi lexim të Kur'anit apostafat, të veçantë në Ramazan që quhet mukabele, që lexohet prej imamit e ndiqet prej xhamatit, ku në fund të Ramazanit bëhet hatme i tërë Kur'ani. Të gjithë të pranishmit e lexojnë një veç e veç nga një hatme të Kur'anit për veten e tyre. Andaj, Kur'ani bëhet shefat, ndërmjetësim dhe dëshmi në ditën e gjykimit. Sepse pejgamberi a.s. ka thonë, lexoni Kur'an, sepse Kur'ani do të jetë dëshmi dhe ndërmjetësim në ditën e gjykimit. Pejgamberi a.s. gjithashtu në ka parasit duke thonë, agjërimi
edhe Kur'ani do të ndërmjetësojnë, do të flasin të Zoti, do t'i thojnë Zotit, o Zot, filani ka agjëru, u ka privu prej shumë kënaqësive të dynjas, ka nejt etur dhe unt, andaj fale, më shiroje, dhe do të zgjohet Kur'ani dhe do të thot, o Zot, ky person ka lexu Kur'an, është privu prej netëve me gjumë, andaj fale, më shiroje, sepse ky ka bë mund sakrificë për me mësu Kur'anin, me lexu atë, por më e rëndësishmja është në jetrat tona me praktiku atë. Andaj edhe fëmijët tanë, edhe të rinjët tanë, edhe të gjithë muslimanët duhet që Ramazanin ta shfrytëzojnë për ta mësu e lexu, edhe praktiku në jetrat e tyre, ashtu sikur këta fëmijë në këtë xhami dhe në shumë xhami të Kosovës janë duke u mundu me mësu e duke e bo sebeb Ramazanin si një fillim i mësimit të Kur'anit për në jetën e tyre.